Sa lunë rol ki hadith, për ja të regoj një të regim, ma në men shumë mirë. Në kohën e Abasidëve, ka qenë një prej udhëheqësve El Qaimu Billah. E ka pas emrin ai cili do thot e ka ngjall shariatin. El Qaimu Billah. Edhe vin një grup i jahudive, edhe i thënë se neve na ka shkarkue, apo na ka falë pejgamberi alayhis salam nga tatimet e shtetit. El Jizye. I fa'ul jehud min el Jizye. Thot neve na ka falë pejgamberi dhe ne nuk duhet me paguaj taksa në shtet. Edhe spari vin të ai vaziri, të ai ministri, edhe e merr letrën, edhe automatikisht i çon deri tek halifja, El Qaimu Billah. Kur i çon halifja pe lexon pe shef vulën e pejgamberit atë, edhe për shef, edhe ato dëshmitar të cilët e kanë nënshkruar se ato janë të falur prej tatimeve, edhe tash kira në dyshim, çka me bo me këta? Edhe i shkojnë ndërmend. Thot, unë jam në Bagdad. Në Bagdad ka djetar, ka ehlul hadith, muhaddithin, ka usulujin, ka, do thot, ata cilët e njohin gjuhën, edhe efton Khatib el Bagdadi. Khatib el Bagdadi ka qenë një prej djetarëve të mëdhej të kohës së vet. Edhe ka qenë një edhe në hadith, edhe në polemi tjera. Edhe ki halife i thot Khatibit, hajde thot, lexoje thot këtë letrën që e kanë prunë jahudit, që janë të lirum nga tatimet e shtetit. I fa'hum anil Jizye. Khatibi e merr letrën edhe prej lexon. Duke lexu, filloi me qesh. Khatib el Bagdadi. Pse me njëherë e zbuloi, tha se kjo është tha diçka e falsifikume. Intihalin mubtilin që tha pejgamberi selam, ka me pas njerëz që kanë me pru falsifikime, po duhet me dal dikush përpara. E kush që del dietar, që dal në xhallar. Edhe kimi njëherë filloi me qesh, tha kjo tha është e falsifikume. Ku e vrejti? Në dy personalitetin, në dy dëshmitar. Në mesin e vula ishte, së ne ka vrejt vulën. As tjerë, e vrejti në dy dëshmitar. Në mesin e dëshmitarve që i ka falë pejgamberi selam në Hajber, jahudit për Jizye, kanë qenë edhe Sad ibn Muad, edhe Muavija ibn Abi Sufjan. Tash kur e lexon Khatibi, një hori sa dush, thot, kjo betejë e Hajberit ka ndodhur në vitin e 5 të Hijrit. Në vitin e 7 të Hijrit. Në vitin e 7 të Hijrit ka ndodhur betejë e Hajberit. Mandej ati figuron emri Muavijës, radiallahu anhu. Muaviju ende s'ka hin në Islam, s'ka në Islam, po ka në Mekë. E para. E dyta është Sad ibn Muad, sahabi e pejgamberit alayhis salam, i cili ka vdek në luftën e Hendekut, nga plagët e luftës së Hendekut në vitin e 5 të Hijrit. Dhe me njëherë u zbulu se është fals. Kush e zbuloj? E zbuloj një dietar, ai cili kish dije, ai cili kish njohuri, edhe jo keni me qenë ata dietar të cilët në të ardhmen e shpejt, do thot keni me dalë zot edhe fejes, edhe kombit, edhe shoqërisë, edhe familjes, edhe gjithçka.